Astrid Dehori u gjeti vdekur me 5 nëntor të vitit 2016 pra në burgun e Prizrenit. Bashkë me të në dhumë kanë qenë edhe 3 persona, Naser Makulli, Frok Leski dhe Adonis Gashi. Unë duhet të flas për këta 3 personazhe të cilët kanë qenë në një dhumë, në një qeli me Astrid Dehorin. Fillimisht duhet të them që i pari që ka gjetur Astrid Dehorin ka qenë Naser Makulli. Naser Makulli të kujtojmë që ka dhënë në deklaratat e tij, ka thënë që Astrid Dehori nuk kishte shfaqur asnjë shenjë të ndonjë çrregullimi apo ndonjë smundje. Dhe pastaj është transportuar në burgun e Lipjanit ku pas 6 muaj u gjet i vdekur. Një vdekje natyrisht se dyshim duke pas parasysh se Naser Makulli ishte dëshmitar kyç në rastin e Astrid Dehorit. Gjithashtu në burg kanë qenë edhe 2 personazhe tjerë të cilat i përmenda më herët, ka qenë Adonis Gashi i cili është arratisur nga burgu për shkak disa presioneve që ka pas, dhe Frok Leski. Frok Leski të kujtojmë që ka qenë i dënuar për çështje droge, pra dhe atij i është falur burgu, pra ka dalë më herët 7 muaj dikur para se t'i përfundonte pra shlyrja e dënimit. Dhe për këtë Albin Kurti atëherë lideri i Lëvizjes së Vendosjes kishte kritikuar presidentin e asaj kohe Hashim Thaqit që kishte dhënë, si thot, kishte ushtruar të drejtën e tij për t'i falur në burg personin fjalë, duke thënë që kjo vdekje, kjo falje duhet të shikohet se mos ka pas ndonjë prapavi. Kështu që të 3 personazhet të cilët kanë qenë në një qeli me Astrid Dehorin, pra njëri ka vdekur, tjetri është arratisur dhe një tjetër është liruar para kohe. Kështu që këto janë mjaft të dyshimta duke pas parasysh se çështja Dehori, si thuaç, asnjëherë nuk është dhënë një version i saktë, as pas autopsisë që është bërë në Lozan nuk është dhënë ndonjë definicion i saktë se a ka vdekur pra ka bërë vetvrasje apo thjesht ka qenë një person i tjetër i cili ka vrarë Astrid Dehorin. Sigurisht kjo enigmë do të vazhdojë gjithmonë. Unë nuk pres që asnjëherë çështja Dehorit të përfundoj, sepse unë e kam theksu qysh në prononcimin tim të parë në atë kohë që vrasja e Astrid Dehorit gjithmonë do të mbetet enigmë për shkak edhe të faktit tjetër që në çdo herë në rastet e tilla ku shteti është i përfshirë në njërin apo në një mënyrë tjetër, këto vrasje gjithmonë mbetin enigmë. Në këtë kuptim unë nuk pres që të ketë ndonjë përfundim gjithmonë të kësaj çështje, përveç faktit që dyshimet janë mjaft të forta që si është e mundur që Naser Makulli, dëshmitari kyç dhe i cili i pari e kishte parë Astrid Dehorin, të ndronte jetë në pas 6 muaj. Këtë e ka konfirmuar edhe vllai i tij, i cili kishte thënë që ai vetëm ka qenë i smur prej lukthit, pra nuk ose ka pas ndonjë smundje vdekjepruese. Kështu që edhe vdekja e tij sigurisht është e dyshimt. Prandaj kjo vetëm sa e ka ashtu, si thuaç, gjithë dozën e dyshimeve në rastin e Dehorit që tashmë bëhen 9 vite.